Çështja është a kemi të bëjmë me një krizë eksistenciale të sistemit në perëndim, ku lufta thjesht i ka vënë në pat gjithë elementet e krizës, apo kemi të bëjmë një krizë e cila vjen si rrjedhojë e luftës. Unë mendoj që kemi të bëjmë me të parë. Kështu që është kollaj të fajsosh Donald Trumpin për këtë gjë. Në fakt nuk është Donald Trumpi kauza e kësaj krize. Kauzat e kësaj krize kërkohen shumë më thellë dhe kërkohen në faktin që makineria perëndimore, e cila me vullnet të jashtëzakonshëm 20-25 vite më parë filloi procesin e deindustrializimit të perëndimit dhe çoi gjithë industritë e rëndësishme të perëndimit në Azi, sot po përballet me efektet e kësaj vendimarrje. Ku e kemi sot Green Deal-in e famshëm? Mjafton dalësh në rrugët e Tiranës, jo me një qytet tjetër, shohësh që gjysmë e makinave tashmë janë kineze. Edhe më falë të shi, e ku qëndron kjo politika antare e NATO-s dhe kandidate BE-s e shtetit shqiptar që thotë nuk duam ndikim nga ekonomia kineze. De facto, ekonomia kineze na dominon. Jo vetëm ne, gjithë. Mirë se po e propagandon këtë kohë kryeministri. S'ka lidhje, na dominon sepse ky është realiteti, dominon Francën, dominon Gjermaninë, dominon Italinë, nuk është se jemi vetëm ne. Kjo vjen si rrjedhojë vendimarrjeve të gabura 20-25 vite më parë. Prandaj po të them që çështja është e lexuar sot themi okay, fajsojmë Donald Trumpit. Po në fakt është fajt Donald Trumpit apo janë pasojat e një gjëje që është bërë shumë vite më përpara. Dhe unë mendoj që nga kjo luftë realisht kush rrezikon të dali totalisht është përbërë, nëse kjo luftë vazhdon për efektet ekonomike që ju me drejt përmendni, është BE. Po si e parashikon të ardhmen, varësisht nga ajo që do ndodh me ngushticën e Hormuzit? Si do të jetë situata në tregjet globale? Nëse palët nuk ulen një rrugë pushimi, shiko, nëse mbas 3-4 vitesh të luftës në Ukrainë u pastrua 80-90% e qeverive perëndimore, pra e krerëve të tyre, dhe ndodhi ndryshimi nga Amerika deri në Sloveni, se radhe nëse kemi një luftë globale, këtu rrezikohet shëmbja e gjithë regjimeve perëndimore demokratike, të cilat deri tani janë mbajtur tek forca e tyre që ka qenë modeli i zgjedhjes nëpërmjet demokracisë e tjera dhe kalimi me regjime autokratike. Pasi njerëzit do t'ia vënë fajin e inflacionit, të krizës tyre dhe të prishjes së nivelit të cilësisë jetës tyre, do t'ia vënë qeveritarëve. Dhe do vinë në pushtet, ju e patë se si do lënë zgjedhjet në fundjavë në Gjermani. AFD e nivelet më të larta. Do vinë në pushtet ekstremet. Dikut majta dhe dikut djathta. Sepse njerëzit do thonë, pse na i faturoni ne paaftësinë e vendimarrjeve tuaja. Nga pranvera arabe, tek lufta në Ukrainë, e tek lufta në linjën e mesme. Diku do t'i faturohet të djathtëve, diku të majtëve, por rrezikohet kjo gjë. Kështu që unë mendoj që ne duhet shpresojmë gjithë si do të ketë një armpushim të shpejtë dhe një rënje të kësaj gjë. Se gjithë kjo gjë që kemi parë ne është për një muaj. Imagjinoje për një vit. Unë mendoj që perëndimi është tërësisht i paaftë për të përballur në këtë moment me një krizë të tillë. Okej. Ne për të ndryshuar pak temën, ajo që të cekja më herët, ti je shumë mirë Italinë. Ndaj po të pyes se ç'po ndodh. Qeveria duket se po shkon drejt shpërbërjes, Italia drejt zgjedhjeve të parakohshme të reja. Giorgia Meloni mori një shuplak të rëndë me referendumin për ku tentoi ndryshime në sistemin e drejtësisë. Ajo kërkoi një gjë që Italisi duhet në fakt për shumë vitesh, kërkoi një gjë të drejtë. Shumë të drejtë. Italia ka hyrë. Pse nuk e vlerësuan italianët? Jo, ta shpjegojmë tani, ka disa arsye. Okej. Ajo kërkoi diçka të cilën realisht në këtë moment i duhet Italisë dhe i duhet prekohesh. Dhe pjesë nëse ky referendum do të ishte bërë 3 muaj më parë, unë jam i bindur që referendumi do të kalonte. Po për disa rrethana. Është momentumi thua ti? Jo, ta shpjegoj. Do të ishte ka pikat një nga një. Për disa rrethana dhe për disa arsye,
edhe për momentin ajo detyrohet të përballet me një disfat shumë të rëndë. Dhe për të kuptuar sa e rëndë është disfata, duhet të shohësh hartën zgjedhore. Referendumi ka humbur edhe në Sicili. Sicilia është par excellence gjithmonë pro të djathtas në Itali. Kur ndryshon vota në Sicili, është paralajmërimi që ndryshon vota në gjithë territorin. Për të kuptuar këtë gjë duhet të kthehemi te 2001 kur mori pushtetin Berlusconi. Në Sicili edhe në 2006, pra kur e la pushtetin dhe kur e mori, pra kur mori pushtetin e mori 61-0 Sicili. 61 deputet dhe senator me 0. Megjithatë në Sicili humbi. Pse humbi? Janë disa faktorë. Faktori numër 1 lidhet me kompozicionin politik të Partisë Melonit. Ajo në thelb është partia fashiste e Mussolinit. Në organizim, në mentalitet, etj. Ata janë njerëz fashot, po ajo e 22-shit, jo ajo e 45-s. Pra fashot janë ata të cilët janë lidhur me territorin, aspektin social, të cilët nuk i ndryshojnë bindjet dhe doktrinën e tyre. Dhe kjo është arsye pse kanë mbijetuar, se ata mërritën dhe 2% dhe 4%. Por duke qenë që është një parti e ngurtë e tillë, ajo është një parti që ka qenë përgatitur për pushtet deri 5 deri në 8%. Pushtetin deri në 40% që e mori zonja Meloni, e kishte të pamundur ta menaxhonte me atë grup njerëzish që ka, sepse ishin të pamjaftueshëm. Ky grup njerëzish është ai që filloi të prodhonte skandalet e brendshme dhe të prodhonte problemet e brendshme. Jo rastisht, dorëheqja e sotshme e detyruar e Del Mastro, zëvendës ministrit të drejtësisë, dëbimi i shefes kabinetit ministrit të drejtësisë, kërkesa për largimin e ministrit të drejtësisë etj. Janë gjitha probleme që vijnë nga brenda partisë zonjës Meloni. Në anën tjetër, kemi edhe ngjarjen që ndodhi të kopshme, por politikisht shumë të rëndë, që fillimi i luftës e gjeti Crosetto, ministrin e mbrojtjes, një bashkëthemeluesi i forcës politike të Meloni dhe historikisht aty, në Dubai, një figurë jashtëzakonisht qesharake dhe të shëmtuar, jo vetëm për të si individ, po edhe për qeverinë, duke qenë që është një nga qeveritë më të rëndësishme të NATO-s dhe të gjithë botës, që ngeli si çdo emigrant tjetër dhe nuk kishte mundësi që ta sillnin mbrapa. Duke shkuar një vit më përpara në përplasjet publike të zotit Guido Crosetto, i cili është një njeri që e njeh edhe Shqipërinë shumë mirë, me shërbimet e inteligjencës në Itali, ka pas një vit përpara përplasje të forta me shërbime inteligjente të Crosettos, u aluduan faktin, ai ishte Crosetto që nuk ka dëgjuar faktin që shërbimet kanë informuar që këtu do ketë luftë edhe ç'a bën, pra apo ishin shërbimet që nuk kanë funksionuar. Dhe është dëshmuar që shërbimet kanë informuar qeverinë dhe ministri i mbrojtjes ka qenë dieniq të asaj që ndodhte. Dhe nëse një muaj më përpara nuk do të perceptohet që sjellja e Crosettos dhe e qeverisë ishte arrogante që nuk na ndjen, domethënë, dhe kjo arrogancë u reflektuan publik. Pra nëse Meloni do ta kishte larguar Crossetton, megjithmonë do kishte pas një problem brenda partisë, por kjo gjë nuk do kishte efekt tek referendumi sotshëm. E treta, që është më e rëndësishme. Kjo luftë solli efektet të drejtë për drejta në çështjen e inflacionit në Itali, që është një problem i tejskajshëm. Rritja e çmimeve naftës, gazit, lëndëve të para është një gjë që ndihet drejt për drejt. Dhe mjafton një muaj luftë, po dhe 2 javë luftë për ta bërë pjesën e pa vëmendshme të elektoratit që thot prit se masohet më tuaj. E katra që është edhe më rëndësishme është pjesa e votuesve të rinj. Në çdo 3 të rinj që kanë votuar për herë të parë, 2 kanë votuar kundër majorancës, pra
për të mos e ndryshuar kushtetutën. Gjë që tregon që këto 4 vite qeverisje dhe ndryshimi gati 80% gjëra që thoshte kur ishte në opozitë në raport me qenë në pushtet, ka çuar këtë majorancë në mënyrë të veçantë zonjën Meloni që erdhi me 30% në pushtet, në humbjen e votuesit të ri i cili ka qenë gjithmonë votuesi i antisistemit. Edhe e pesta, që për mendimin tim është edhe çelësi gjithë leximit të kësaj gjë, është fakti që zonja Meloni e ka të pamundshme të bëj një bashkëjetesë politike në një anë me liberalët e Forca Italias që vinin nga sistemi Silvio Berlusconi, që në fakt ishin ata që donin ndryshim me kësaj reforme drejtësisë, sepse ishte kjo drejtësi që hëngri kokën politikisht Berlusconit dhe djathës, me pjesën më intransigjente, më radikale, edhe më të fortë, edhe brenda partisë saj, po megjithatë tek aleati i saj, që është Liga ish Liga e Veriut, Liga e Salvini, e cila nga një anë thotë që Meloni u rrit në kurrizin ton, dhe kështu ishte, sepse ata ishin shumë më lartë se Meloni 5 vite më parë, dhe në anën tjetër thonë, pse ne duhet, kur elektorati jonë është pro drejtësisë, pse ne duhet shkojmë atje ku na tërheq Berlusconi, pra do na marrë Berlusconi me vete edhe nga varri. Dhe e fundit fare, Andreotti thoshte, eksperienca është shumatorja e sa herë ta kanë futur në jetë. Andreotti ka qenë figurë shumë e madhe, njëri shumë i mençur. Në 10 vjet më parë, saktësisht në Itali u rrëzua Matteo Renzi, që ishte njeriu që kishte mbështetje më të madhe politike në histori, më shumë se Meloni, me 42.5%, pikërisht se bëri një referendum. Pse? Referendumi është një makinë që ti i mbledh kollaj ata që e mendojnë kundër teje, por jo domosdoshmëri do të thotë që votojnë opozitën tënde. Pra, një po dhe një jo. Pra, unë jam shumë i bindur që të gjithë këta që kanë votuar jo, nëse do të shkojmë në zgjedhje të përgjithshme, nuk do të thotë që do votojnë jo kundër Melonit. Nuk e lexon kështu, domosdoshmërisht. Jo domosdoshmërisht. Okay. Pra, ti përmenda gjithë faktorët, por sistemi referendar është i tillë. Jo po. Po. Dhe shumë kollaj që gjithë ata që mendojnë kundër teje, edhe ata që janë të krahut tënd, të bashkohen te një jo për gjithë ato arsyet që përmendëm dhe të rrëzojnë. Kështu që gjithë ata që janë shumë kështu euforik, edhe këtu në Shqipëri ka filluar një iniciativë për ndryshuar ligjin për referendumet e tjera. Duhet kuptojnë që jo gjithmonë edhe rrethanat e gjithë ato që përmendëm, referendumet japin ato ide që ty thon sondazhet fillim, sepse ta thash 3 muaj më parë kur u bën sondazhet, referendumi ishte diku po te 65%. Pra Meloni ishte sigurt që e fiton. Po ja që ndodhi kundërt.